Kjo është bujaria shembullore. Udhëheqësi i muslimanëve, Umar ibn Khattabi, Allahu qoftë i kënaqur me ta, kërkoi nga banorët e humusit që t'ia shënojnë të gjitha emrat e fukarave dhe të mjerëve dhe t'u jap pjesën e tyre që u takon nga shtëpia e pasurisë së muslimanëve. Kur i erdhi lista e emrave, u habit se atij e gjeti emrin e përgjegjësit të qytetit, Said ibn Amirit, Allahu qoftë i kënaqur nga ai, në mesin e fukarave. I pyeti se si është e mundur që emri i përgjegjësit, që e ka caktuar vetaj të jetë në mesin e të varfërve. I thanë se ai rrogën e tij u shpërndan të varfërve dhe të mjerëve dhe thotë se çfarë i duhet pasuria kur ai do t'jap llogari para Allahut për to. Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me ta, i pyeti se a kanë ndonjë ankesë prej tij, u përgjigjen: e qortojmë për 3 gjëra, ai në mëngjes nuk del herët, po para nesh paraqitet në kohën e paraditës. Natën nuk e shohim asnjëherë, njëherë në javë humbet e nuk mundemi ta gjejmë. Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me ta, kërkoi përgjigje për këto 3 mangësi nga Saidi. Said ibn Amiri, Allahu qoftë i kënaqur nga ai, u përgjigj: nuk dal para tyre përveç se në kohën e paraditës, sepse deri në atë kohë jam në shërbim të familjes dhe nevojave të tyre. Unë nuk kam shërbetor, kurse gruan e kam të semur. Shehja ime natën nga ta vjen, sepse gjatë ditës jam në shërbim të qytetarëve edhe në kryerjen e nevojave të tyre, kurse nata më mbetet për adhurim. Kurse një ditë në javë zhdukem nga sytë e tyre, sepse e laj petkun tim dhe e pres të thahet, nuk e kam përveç se këtë petk. Udhëheqësi i muslimanëve Omer ibn Khattabi qau nga rasti i tij dhe i dha të holla Saidit, mirëpo ai përsëri atë pasuri u shpërndau fukarave. Kjo është bujari dhe fisnikëri për shembull tir.